Çdo vit për javës së 3 të shtatorit në vendin ton, nis aplikimi i vaksinës kundër gripit sezonal. Në Shkodër, sipas të vënave të autoriteteve shëndetësore, deri më tani këtë vaksinë kanë kryer afro 11.000 shtetas. Megjithatë, bluzat e bardha theksojnë se aplikimi i saj ka efektin e duhur në fillim të vjeshtës, atëherë kur nis shfaqja e gripit. Në këtë momente që flasim me vaksinën e gripit janë vaksinuar rreth 10.600 persona, domethënë 75% e dozave që ne kemi pasur në përdorim. Deri në këto momente që flasim është piku i gripit. Vaksina është e vlefshme, por gjithmonë duhet patur parasysh se një person që vaksinohet sot deri për 2 javë nuk e krijon imunitetin për të mbrojtur nga gripi. Unë kam theksuar edhe disa herë tjera që vaksina duhet të aplikohet në periudhën e vjeshtës, domethënë tetor-nëntor. Ka raste dhe sipas ekspertët të Institutit Shëndet Publik gripi ka arritur pikun dhe shpresohet që ditë në vazhdim të bjerë domethënë kurba e pikut të gripit. Vaksina e gripit është një nga masat më të rëndësishme për të mbrojtur shëndetin dhe për të ulur rrezikun e sëmundjeve të rënda, komplikacioneve serioze, sidomos tek personat më të rrezikuar. Ajo rekomandohet për të moshuarit mbi 65 vjeç, të sëmurët, mësuesit dhe edukatorët, stafet e institucioneve të kujdesit. Agresiviteti i gripit të këtij sezoni ka rritur urgjencat dhe shtrimet në spitale. Fundi i janarit ka shënuar pikun e qarkullimit të gripit, por dhe infektimeve në popullat. Mjekët thonë se 40% të prekurve që i drejtojnë urgjencës së infektivit janë raste për shtrim për shkak të bronkopneumonive dhe komplikacioneve të tjera. Krahas gripit tek fëmijët qarkullon edhe virusi respirator sincicial, si dhe viroza të tjera, ndërsa janë rikthyer rastet me fruth për shkak të uljes së vaksinimit. Edhe muaji i shkurt pritet të nisë me rritje të kurbës së infektimeve nga gripi dhe virozat e tjera. Ndaj mjekët bëjnë thirrje për kujdes, veçanërisht për fëmijët dhe të moshuarit.